regjistron çështjen dhe nuk thret askënd, nuk prek kënd me dorë. Vin tash që i pas kanë vënë emrin, ja marrim rastin që i vun emrin, edhe ne shpresuam, çfarë thashun pak më parë, që po u vu emrin, ndodhin këto, jo, ta kanë arritur dhe me emrin, me fletirje në xhep, zëvendës kryeministria ka gjithë javën që bret për Europë. Nuk ka papërgjegjësi më të madhe politike, shtetërore, juridike, morale, se sa një zëvendës kryeministre në ndjenjin dhe në përkëdheljen e kryeministrit se zëvendësi i tij dhe ka firmosur në emër dhe për llogaritë të tij dhe me ndjenjin e tij të plot për të gjitha aferat për të cilat bëhet fjalë, e cila nuk vetet paraqitet në prokurorin të sqarojë pozitën procedurale, por me flet thirrje si e pandehur dhe me domosdoshmëri për të vajtur me avokat për të dhënë hesap në SPAK, shkon dhe takon ministrat e Europës për të bërë qirak shqiptarët edhe për të integruar Shqipërinë në Europë. Jo, e kuptoni se ç'është kjo tragjikomedi që po ndodh dhe kjo bëhet me bekimin e SPAK-ut, sepse SPAK-u i ka gjithë instrumentat. I thot, e para një kryeministri i vendit i thot stop zëvendës kryeministres. Stop asnjë vizitë jashtë shtetit derisa të sqarosh pozitën procedurale. Çfarë do sqarojë ajo? Botë, se si vitet në tunel të llogaras, apo se si marrin gjeneratorët lundrus në det pa punuar 2 vjet e ca 3 vjet, apo për inceneratorët që dherat e inertet e ndërtimeve çoheshin për të incineruar. Në cilin vend botës digjen dherat? Më thoni dot, apo për parkun fotovoltaik, apo për portin e Durrësit. Me këto ka folur me ministrin e Zvicrës të energjisë dhe të transporteve, apo në Bullgari dhe në Rumani, kush kalendari ka hetuar SPAK-u?